Profesor Sinani, nesër në Rogozhin, një kryesfit për javën e 10, njës faza e 2. Pas humbjes, si javës kaluar, në Vlorë, që është gjendja e skuadrës. Rapor, faleminderit edhe për prezencën tuaj. Unë besoj që gjendja e skuadrës është shumë e mirë. Ne ishim me një ekip që meriton respekt, si Rogozhina, Egnatia dhe fundit meriton respekt se është edhe kampionja e vendit në fuqi. Por Vllaznia, a them me bindje që nuk i friksohet as Egnatia dhe as kujt. E kena deklaruar çdo ndeshje do të shkojmë veç për 3 pikë, veç për fitore. Dhe jam i bindur që do të jetë shumë deri në fund kampionatit. Do të shkojmë për fitore. Profesor, çfarë ndikimi ka në mënyrë të veçantë rezultati i Vlorës në prag të sfidës me Egnatia, në moralin e ekipit? Ajo sfidë tash është e kaluar, ekipi është mirë në çdo aspekt. Të pas parasysh që është çereku kampionatit i përfunduar, jena në vend parë. Djemt duhen përgëzu bashkë me trajnerin, bashkë me stafin, pasi kanë bërë një fazë të parë të mrekullueshme. Është shumë herë gjithmonë është çereku rrugës. Por ajo humbje ka kalu, nuk ka asnjë ndikim tash për këtë neshje, kjo neshje tjetër ishte neshje e kalume, por ta marrësh si fazë të parë, besoj që djemt dhe gjithë, siç e thash, duhen përgëzu. Kanë kthy një futboll të bukur, kanë kthy tifozët, kanë fillu më ushtu numër në stadium, të përkrah ekipin, të i pëlqy loja sulmuese dhe besoj që unë kam vetëm fjalë të mira për stafin, për trajnerin dhe për djemt. Sinani, kur është mbyllur faza e parë, sa i kënaqur jeni me këtë fazë dhe prisni që Vllaznia ta mbyllte detin e parë? Patjetër, me ekipin që ja kriju në fillim, kena prit rezultate të mira, nuk kena dalë me dhënë deklarata bombastike, por kena thënë gjithmonë do të shkojmë kudo, qoftë Shkodër, qoftë jashtë Shkodrës, do të jena për 3 pikë, mandena llogarina do të bëhet në fund. Kena një ekip mirë që do të luftojnë për trofet me i fitu, por gjithmonë do të rrim me kom tokë, gjithmonë do të pretendojmë vetëm 3 pikëshin e ndeshjes që kena. Sinani, të gjithë thonë që ky është ndoshta ndër ekipet më të mira të vitit të fundit. I kënaqur që ju si drejtës së bashkë me trajnerin Martini keni bërë të mundur arbën e kryetarëve. Patjetër, gjithë bashkë kena punuar që ky ekip më bë një ekip pretendent, një ekip i mirë. Duhet falenderoj edhe presidenti pa dyshim për suportin qoftë financiar dhe qoftë për afërsinë që i gjen edhe ekipit pothuajse çdo ditë. Dhe gjithë bashkë punuar që me bë një ekip mirë, me bë një ekip pretendent, me bë një ekip me lojë të bukur siç e don Shkodra. Deri tash besoj që jena në rrugë të duhur, por kampionati është i gjatë, gjithmonë do të jena me kom tokë, nuk mund të flasim me deklarata të mëdha, javë mas javë. Sinani, shumë dëmtime, cila qëndron e vërteta e dëmtimeve dhe po ashtu cila është e vërteta për Bismarck, ka shumë fjalë, ka shumë komente rreth tij, cila është e vërteta e këtij lojtari. Vjen mirë që më bëni këtë pyetje, jena u bën rreth 4-5 javë të pakën me 4-5 mungesa, me 6 mungesa, është një detyrë akoma më e vështirë, se të mungojnë gjysma e ekipit, nuk ka gjë e vogël për çdo ekip, për Vllaznin dhe për çdo ekip. Bismarck, jo më larg se parë, kam folur me stafin mjekësor dhe maksimumi, sipas stafit mjekësor, më 2 javë do të jetë stërvitje me ekipin. Vetëm probleme dëmtimesh, asnjë problem tjetër, asnjë shqetësim tjetër. Dëmtimet janë pjesë e lojës, nuk do të dëshirosha me pas kaq shumë dëmtime, ndoshta 1-2 edhe mund të pranohet se kampionati i gjatë, ka luftë sportive për çdo javë, por askush nuk e don dëmtimet. Dhe ata djemt që kanë hyrë, unë besoj shumë që e kanë justifikuar vetin, por gjithmonë edhe trajnerët dhe stafi gjithmonë do të njihen normalisht gjithmonë më mirë me pas ekipin e plot. Megjithatë, gradualisht po rikuperohen dhe po kthehen gjithë në ekip dhe kjo është një shenjë e mirë. Për momentin kena 2 lojtarë jashtë, si Çato dhe Dros, bashkë me Çato, Çato do të jetë këtë rol bankinë Dros bashkë me Bismarckun. Gradualisht uroj që edhe këta dy të jenë afër ekipit dhe në hapin kontributin e tyre sa më shpejt. Vllaznia para, Egnatia dyta. Ekipi i Rogozhinës pret momentin për të ndruar vendet në Vllazni. Si keni vlerësuar këtë ndeshje?
Gac më theksova, po theksoj prap frikë, nuk kena asnjë ekip me plot gojën e them këtë punë. Por meriton respekt maksimal Ignatia, pasi jo më kot është ekipi kampion fuqi dhe i ka dhënë them drejtën këto 2-3 vite ka bërë një futboll të bukur dhe gjithmonë ka qenë ekipi për të mund të 2-3 vite fundit. Besoj që është thosh edhe finalja e sezonit kaluar Ignatia Vllaznia bëhet një ndeshje e bukur edhe për gjithë futbollin në Shqipëri. Por Vllaznia, siç e thash, do të shkojnë me marr maksimumin me Ignatin. Asgjë nuk na trem. A janë dy ndeshjet me Ignatin dhe Dinamo në prova e forcës së Vllaznisë? Unë mendoj si bashkë me Vllaznin edhe Ignati edhe Dinamoja, por Elbasani ka ekip mirë dhe gjithë pretendojnë. Forca Vllaznisë, unë i kam pa pak a shumë ekipet dhe këto ekipet do të jenë, besoj deri në fund do të jenë tu pa fazën e parë, besoj që deri në fund të ekipet do të japin tonin dhe do të jenë ekipet pretendente. Por kampionati jo më ka të theksoj është i gjatë, ka luhatje, skuadrat, ka luhatje, ka probleme, ka ndoshta edhe kontingjentet e lojtarëve, kontingjentet e skuadrave nuk janë ata të plota, domethënë mund të krijohen situata të ndryshe, por unë i shoh këto skuadra të forta dhe pretendente të gjithë bashkë. Profesor, në mënyrë të veçantë, këtë vit tifozët ka një besim të madh në arritjen e titullit kampion pas shumë vitesh në fakt, që mungon në Shkodër edhe duke ju referuar drejtimit të skuadrës, jo thjesht përbërjes së saj. Sa reflektohet ky besim në skuadrën për të arritur vendin e parë? Ne kena lojtarë me eksperiencë në ekip që din që është pesha fanel, që din që është ky stadium, e din që pretendon ky qytet dhe ato janë si thosh lokomotiva e skuadrës që tërheqin skuadrën. Kena një trajner mjaft mirë që e njeh mentalitetin e këtij vend, e këtij ekip dhe unë jam i kënaqur shumë që tifozët kanë filluar mu afru, i du gjithmonë sa më shumë numër, tham drejtën. Jo unë emërtem po klubi edhe ekipi djemt. Tifozi është një lojtar i 12, jo më ka të thuhet dhe ndihma e tyre është e pa diskutueshme në stadium. Mund vjen mirë që ata janë optimista, gjithë jemi optimista, por gjithmonë do të rrim me këmbë tokë, nuk do të flasim më shumë se duhet neshje mas neshjes. Besoj që kena bërë një ekip mirë dhe me luftu për çdo trofe të mundshëm. Se sa do ta realizojmë kohët do ta tregojnë. Në Rogozhin do të gjeni 2 shkodranë si Fangaj dhe Gruda. Padyshim që një vlerësim për ta. Do të dosha shoqërisht me fol për ekipin tem dhe për ekipin kundërshtar, nuk di çfarë them, ata kanë punë të vete, na kena punë tonë. Sinani, e presim një dhuratë nesër për ditëlindjen tuaj me një fitore të Vllaznisë? Faleminderit. Gjesh normal që dëshiroj fitoren edhe mi bindën që do të luftojmë shumë me e marr, nuk e di sa do të realizohet, por të janë dhurata shumë bukura, uroj dhe shpresoj shumë që të fitojmë, do të jetë gjë e mrekullueshme. Faleminderit. Ju e thatë që shkoni për fitore, po një barazim i mundshëm, do të ishte i kënaqur Sinani dhe skuadra? Gac, ato 3 rezultatet janë të mundshme, lozim me një ekip të fortë, por vazhdoj unë gjithmonë flas të ndaj me stafin, të ndaj me trajnerin, të ndaj me djem, na do të shkojmë për çdo ndeshje për fitore. Mund ta realizojmë, mund mos ta realizojmë, kjo do jetë objektivi i këtij kampionati. Unë besoj shumë që të shkojmë për fitore dhe t'i arrijmë, mandena fushat edhe të tregojnë. Suksese. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.